Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e premte 24 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni. Dashi, letra e tarotit dash për këtë të premte është hëna. Është një letër që sjell energji misterioze dhe të fton të dëgjosh intuitën tënde më shumë se kur. Mund të ndjesh se jo çdo gjë është ashtu siç duket, sidomos në marrëdhëniet e afërta. Dikush mund të mos jetë plotësisht i qartë me ty, ose ndoshta je ti ai që po përpiqesh të kuptosh qëllimet e vërteta të dikujt. Kjo nuk është një ditë për të nxituar në përfundime. Në vend që të besosh tash e themet apo përshtypjet e para, bëj pyetje dhe kërko fakte. Intuita jote është shumë e fortë sot, por duhet ta kombinosh me logjikën për të zbuluar të vërtetën. Në dashuri mund të ketë paqartësi ose keq kuptime. Nëse diçka të shqetëson, fol hapur dhe mos lejo që dyshimet të krijojnë distancë. Një bisedë e sinqertë mund të sqarojë gjithçka. Në punë ose financa, shmang vendimet e rëndësishme nëse nuk ke të gjithë informacionin. Lexo me kujdes çdo dokument dhe mos u mbështet vetëm te premtimet e të tjerëve. Mesazhi i letrës të tarotit hëna është i qartë. E vërteta do të dalë në dritë, por vetëm nëse ke durim ta kërkosh. Besoje intuitës, por verifiko gjithmonë faktet. Sot fuqia jote më e madhe është aftësia për të parë përtej asaj që duket në sipërfaqe. Demi, letra e tarotit dem për këtë të premte, dy shpatat e përmbysura. Letra tregon se je gati të lësh pas pasiguritë dhe të marrësh një vendim që e ke shtyr prej kohës. Ti nuk je njeri që nxitohesh apo që lejon të tjerët të imponojnë në zgjedhjet e tua, por tani ndjen se ka ardhur momenti për të vepruar sipas zemrës dhe mendjes tënde. Energjia e kësaj dite të vën në qendër marrëdhëniet dhe jetën familjare. Nëse ke qenë në dilemë për një lidhje, një angazhim apo për një çështje personale, do të ndjesh se mjegull apo shpërndahet. Dyshimet që kanë penguar fillojnë të zbehen dhe ti e kupton qartë se cili është hapi i dur. Në dashuri kjo është një ditë e favorshme për të folur hapur me partnerin për ndjenjat e tua ose për të marrë një vendim të rëndësishëm. Nëse je në një lidhje, mund të ndihesh më i sigurt për të ardhmen tënde. Nëse je beqar, mund të kuptosh më qartë se çfarë kërkon vërtet nga një partner. Në punë dhe financa, vendimet që më parë dukeshin të vështira, tani bëhen më të lehta. Besimi në aftësitë e tua arritet dhe nuk ke më frikë të zgjedhësh drejtimin që të sjellë stabilitet. Mesazhi i letrës është i qartë. Kur zemra dhe mendja më në fund bien dakord, rruga bëhet shumë e lehtë. Mos lejo frikën e së kaluarës të ndalojë. Sot ke qartësinë dhe forcën për të bërë zgjedhjet që do të çojnë drejt një të ardhmeje më të sigurt dhe më të lumtur. Binjakët, letra e tarotit binjak për këtë të premte është bota, është një nga letrat më pozitive të tarotit dhe sjell energji suksesi, përmbushjeje dhe mundësish të reja. Në 24 korrik do të ndihesh më i sigurt në vetvete dhe do ta kesh shumë më të lehtë të komunikosh me të tjerët. Fjalët e tua do të kenë ndikim dhe njerëzit do të jenë të gatshëm të të dëgjojnë. Energjia e ditës të bën optimist dhe plot ide. Bisedat që zhvillon sot mund të hapin dyer të reja, të sjellin bashkëpunime interesante ose të zgjidhin një çështje që të ka shqetësuar prej kohës. Mos ki frikë të shprehësh mendimin tënd, sepse pikërisht sinqeriteti yt do të bëjë të dallohesh. Në dashuri komunikimi është çelësi. Nëse je në një lidhje, një bisedë e bukur mund të afrojë edhe më shumë. Nëse je beqar, karizma jote është në kulm dhe nuk përjashtohet mundësia të njohësh dikë që të tërheq menjëherë. Në punë dhe financa, kjo është një ditë e favorshme për të përfunduar projekte, për të prezantuar ide ose për të nisur një bashkëpunim të ri. Besimi që transmeton do të të ndihmojë të fitosh respektin dhe mbështetjen e të tjerëve. Mesazhi i letrës bota: je më pranë suksesit se sa mendon. Beso te vetja, ndaj idetë tua dhe mos hezito të shfrytëzosh çdo mundësi që të del përpara. Sot fjala jote ka fuqi dhe energjia jote pozitive mund të frymëzojë edhe ata që të rrethojnë. Gaforia, letra e tarotit për këtë të premte gafore, 10 shkopinj. Kjo letër tregon se ke marrë mbi supe më shumë përgjegjësi se sa duhet. Je një person që kujdesesh për të tjerët dhe dëshiron t'i bësh të gjithë të lumtur, por këtë të premte është koha të mendosh edhe për veten. Mund të ndihesh i lodhur fizikisht ose emocionalisht, sepse po përpiqesh të mbash gjithçka nën kontroll. Energjia e ditës zgjon dëshirën për dashuri, romancë dhe momente të bukura, por agjenda e mbushur mund të mos të lërë hapësirë për të shijuar. Letra të kujton se nuk është e nevojshme të pranosh çdo detyrë apo të mbash barrën e të gjithëve. Ndonjëherë të thuash jo është mënyra më e mirë për të mbrojtur paqen tënde. Në dashuri, shmang përpjekjet për të bërë diçka vetëm. Nëse je në një lidhje, ndaje barrën me partnerin dhe fol hapur për lodhjen që ndjen. Nëse je beqar,
Mos lejo që puna dhe detyrimet të pengojnë të krijosh hapësirë për një jetë të re ose për të kaluar kohë me njerëzit që të bëjnë të lumtur. Në punë dhe financa, organizimi është çelësi, vendos prioritete dhe përqendrohu te gjërat më të rëndësishme. Nuk ke pse të provosh çdo ditë se je i aftë duke marrë mbi vete më shumë se sa mund të përballosh. Dhe mesazhi i letrës 10 shkopinj është i qartë. Mos e mbaj të gjithë botën mbi spatulla, ku të hej dorë nga ngarkesat e panevojshme, krijon hapësirë për gëzim, dashuri dhe qetësi. Kujdesi për veten nuk është egoizëm, por një domosdoshmëri. Luani, letra e tarotit për këtë të premte Luan. 5 pentakulat. Kjo letër të kujton se edhe periudat më të vështira janë të përkohshme. Këtë të premte mund të ndihesh i shqetësuar për financat, sigurinë materiale ose për një aspekt të jetës që nuk po ecën ashtu siç dëshiron. Megjithatë, kjo letër nuk paralajmëron humbje të pashmangshme, por të fton të kërkosh zgjidhje që të mos humbashësh besimin. Me diellin që ndriçon në shenjën tënde, ke energjinë dhe forcën për të nisur një kapitull të ri. Edhe nëse disa sfida dalin në sipërfaqe, ato shërbejnë për të treguar se ku duhet të përqendrosh përpjekjet. Sot mund të kuptosh se mbështetja që kërkon nuk është shumë larg. Mjafton që të mos përpiqesh të përballosh të gjitha i vetëm. Në dashuri dhe familje, emocionet janë më të thella se zakonisht. Mund të ndjesh nevojën të afrohesh më shumë me njerëzit që do, ose të zgjidhësh një çështje familjare që ka mbetur pezull. Një bisedë e sinqertë dhe një gest i vogël mirëkuptimi mund të sjellin shumë qetësi. Në punë dhe financa, shmang shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohu te ndërtimi i një baze më të fortë për të ardhmen. Në vend që të fokusohesh tek ajo që të mungon, vlerëso burimet dhe mundësitë që ke në dispozicion. Çdo hap i vogël që bën sot mund të sjellë rezultate të mëdha në ditët që vijnë. Dhe mesazhi i letrës 5 pentakulat është mos e lejo vështirësitë e momentit të bëjnë të harrosh forcën tënde. Ndihma, shpresa dhe mundësitë janë më pranë se sa mendon. Beso te vetja, prano mbështetjen e të tjerëve dhe vazhdo të ecësh përpara me guxim. Vigjiresha, letra e tarotit për këtë të premte 24 korik, vigjiresh, 6 pentakulat e përmbysura. Të fton të reflektosh mbi ekuilibrin në marrëdhëniet e tua. 24 korik, mund të kuptosh se në disa situata po jep më shumë se sa po merr, ose ndoshta dikush pret shumë prej teje pa e vlerësuar mjaftueshëm për kushtimin tënd. Është koha të vendosësh kufij të shëndetshëm dhe të kujdesesh edhe për nevojat e tua. Energjia e ditës ndikon te komunikimi, mund të ketë mendime ose ndjenja që preferon të mbash për vete dhe kjo është në rregull. Megjithatë, mos lejo që heftja të krijojë keqkuptime me njerëzit e afërt. Zgjidh momentin e dur për të folur sinqerisht. Në dashuri, kjo letër të kujton se një marrëdhënie e shëndetshme ndërtohet mbi dhënie dhe marrje të barabarta. Nëse je gjithmonë ai që sakrifikon, është koha të rivendosësh balancën. Nëse je beqar, mendo pra të dëshiron vërtet nga një partner dhe mos prano më pak se sa meriton. Në punë dhe financa, shmang premtimet që nuk mund t'i mbash ose angazhimet që të rëndojnë pa arsye. Gjithashtu kjo është ditë e mirë për të planifikuar shpenzimet e ardhshme, si festat, ditëlindjet apo dhuratat për njerëzit që do. Një plan i mirë sot do të kursej stres nesër. Mesazhi i letrave 6 pentakulat e përmbysura është: vlerëso kohën, energjinë dhe bujarinë tënde. Jep me zemër, por mos harro se edhe ti meriton të marrësh dashuri, respekt dhe mbështetje. Kur krijon ekuilibër në marrëdhëniet e tua, jeta bëhet shumë e qetë dhe më e lumtur. Peshorja, letra e tarotit peshore për këtë të premte për ju, të dashuruarit. Një letër që sjell energji, harmonie, dashurie dhe lidhje të thella. Me 24 korik do të ndihesh më shumë nevojën për afërsi, mirëkuptim dhe sinqeritet në marrëdhëniet e tua. Kjo letër të kujton se dashuria nuk ndërtohet vetëm mbi ndjenjat, por edhe mbi zgjedhjet që bëjmë çdo ditë. Megjithatë, energjia e hënës mund të sjellë tundime ose dyshime të përkohshme. Mund të pyesësh veten nëse bari është më i gjelbër diku tjetër ose tërhiqesh nga diçka e re që duket interesante. Letra e tarotit të këshillon të mos marrësh vendime të nxituara të bazuara vetëm në emocionet e momentit. Shpesh, ajo që ke ndërtuar me durim ka shumë më tepër vlerë se sa një tundim kalimtar. Në dashuri, nëse je në një lidhje, përqendrohu te gjërat e bukura që ndani së bashku. Një bisedë e sinqertë ose një gest i vogël dashurie mund ta forcojë edhe më shumë marrëdhënien. Nëse je beqar, kjo letër mund të paralajmërojë një njohje të rëndësishme ose të ndihmojë të kuptosh me qartë se çfarë kërkon nga partneri i ardhshëm. Në punë dhe financa, bashkëpunimi do të jetë çelësi i suksesit. Mos hezito të dëgjosh këshillat e njerëzve që të duan të mirën dhe vlerëso mundësitë që ke përpara, pa u përqendruar nga oferta që duken tërheqëse vetëm në sipërfaqe. Mesazhi i letrës së dashuruarit: vlerëso atë që ke ndërtuar me dashuri dhe besim. Mos lejo tundimet apo dyshimet e përkohshme të largojnë nga ajo që të bën vërtet të lumtur.
Mirënjohja dhe besnikëria do të udhëheqin drejt zgjedhjeve më të mira. Akrepi, letra e tarotit akrep për këtë të premte është djalli i përmbysur. Është një shenjë çlirimi, transformimi dhe force të brendshme. Më 24 korik, me hënën që ndodhet në shenjën tënde do të ndihesh më i vetëdijshëm për zgjedhjet që bën dhe për ndikimin që ato kanë në jetën tënde. Është një ditë ideale për të lënë pas zakone, mendime apo situata që nuk të shërbejnë më. Nëse kohët e fundit je ndjeri i lidhur pas një rutine të dëmshme, një varësie emocionale ose një frikë që të pa ka penguar të ecësh përpara, kjo letër tregon se po fiton kontrollin. Ti nuk je më i njëjti person që ishe dikur. Ke mësuar nga përvojat e tua dhe tani je më i fortë, më i mençur dhe më i vendosur për të zgjedhur atë që të bën mirë. Në dashuri është momenti të shkëputesh nga modelet toksike ose nga marrëdhëniet që konsumojnë energjinë. Nëse je në një lidhje të shëndetshme, kjo ditë ju ndihmon të lini pas keq kuptimet e të ndërtoni një bazë më të fortë besimi. Nëse je beqar, mos lejo që plagët e së kaluarës të pengojnë një fillim të ri. Në punë dhe financa do të kuptosh më qartë se cilat zakone ose vendime të kanë penguar të arrish potencialin tënd. Sot është dita për të ndryshuar strategjinë dhe për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme. Mesazhi i letrës djalli i përmbysur është forca jote më e madhe, vjen nga liria që krijon për veten. Kur hej dorë nga ajo që kufizon, hap rrugën për rritje, shëndet dhe sukses. Beso të transformimit sepse po hyn në një fazë shumë të ndritshme të jetës. Shigjetari, letra e tarotit shigjetar për këtë të premte, budallai. Kjo letër sjell energjinë e fillimeve të reja, aventurës dhe guzimit për të provuar diçka ndryshe. Më 24 korik, do të ndihesh i frymëzuar të hedhësh një hap përpara, drejt një ëndre ose drejt një projekti që të emocionon. Entuziazmi yt është i madh, por letra e tarotit të këshillon të mos nxitohesh pa u menduar mirë. Energjia e ditës të kujton se jo çdo pengesë vjen nga njerëzit e tjerë. Ndonjëherë, armikët më të mëdhenj janë zakonet që të shpërtendrojnë, mungesa e organizimit ose stresi i panevojshëm që të konsumon energjinë. Para se të marrësh një vendim të rëndësishëm, ndalo për një moment dhe shiko situatën me qetësi e objektivitet. Në dashuri kjo letër mund të sjellë një fillim të ri ose një mundësi emocionuese. Nëse je në një lidhje, shmang veprimet impulsive dhe bisedo hapur me partnerin për planet tuaja. Nëse je beqar, një njohje e re mund të të surprizojë, por lëri gjërat të zhvillohen natyrshëm. Në punë dhe financa, idetë e reja janë të favorizuara, por duhet të shoqërohen me planifikim. Mos prano çdo mundësi vetëm sepse duket interesante. Analizo detajet dhe menaxho kohën me kujdes për të shmangur stresin dhe vonesat. Mesazhi i letrës budallai është guzimi të çon larg, por mençuria të ndihmon të zgjedhësh rrugën e dur. Beso te potenciali yt, ec përpara me optimizëm, por mos haro të mendosh para se të veprosh. Kështu fillimet e sotme mund të shndërrohen në sukseset të nesërme. Bricjapi, letra e tarotit bricjap për këtë të premte, vdekja e përmbysur. Kjo letër nuk flet për funde fizike, por për ndryshime që ende nuk janë përfunduar plotësisht. Këtë të premte mund të përballesh me kujtime, emocione ose situata nga e kaluara që mendonit se i kishe lënë pas. Kjo është një mundësi për të mbyllur përfundimisht një kapitull dhe për të ecur përpara më i lirë. Ti zakonisht i mendon mirë vendimet e tua dhe rrallë pendohesh për zgjedhjet që ke bërë. Megjithatë, energjia e kësaj dite mund të të sjellë në mendje një ish partner, një miqësi të humbur ose një bisedë që të zgjon emocione të vjetra. Nëse ndjen trishtim apo nostalgji, mos e shiko si dobësi, është thjesht një shenjë se zemra jote ka ende diçka për të shëruar. Në dashuri, nëse je në një lidhje, mos lejo hijet e së kaluarës të ndikojnë te e tashmja. Fol hapur për ndjenjat e tua dhe mos mbaj brenda emocione që kanë nevojë të çlirohen. Nëse je beqar, kjo është një ditë për të mbyllur plagët e vjetra përpara se të hapësh derën për një dashuri të re. Në punë dhe financa, mos u kap pas metodave apo projekteve që nuk japin më rezultate. Ndryshimi mund të duket i vështirë, por është pikërisht ai që do të të ndihmojë të rritesh të ecësh përpara. Mesazhi i letrës vdekja e përmbysur është mos ki frikë të lësh pas atë që nuk të shërben më. Çdo emocion që del në sipërfaqe është një hap drejt shërimit. Kur pranon të mbyllësh një derë të vjetër, krijon hapësirën që jeta të hap një derë shumë më të bukur. Ujori, je letra e tarotit ujor për këtë të premte 24 korik, magjistari, një letër që sjell energji të fuqishme, krijimi, aftësish dhe besimi në veten tënde. Këtë të premte mendja jote është e mprehtë dhe je gati të përdorësh talentet që ke për të arritur qëllimet e tua, sidomos në fushën e punës dhe karrierës. Kjo letër të kujton se ke më shumë aftësi nga sa mendon. Ndoshta ke shumë ide, ke shumë mundësi ose disa talente që dëshiron të zhvillosh, por sekreti i suksesit është përqendrimi.
Në vend që të shpërndash energjinë në shumë drejtime, zgjidh atë që ka më shumë rëndësi për ty tani dhe puno për ta zotëruar plotësisht. Në punë kjo është një ditë e shkëlqyer për të treguar aftësitë e tua, për të prezantuar ide të reja ose për të marrë iniciativa. Besimi në veten tënde do të jetë çelësi që të tjerët të shohin potencialin tënd, mos e nënvlerëso atë që di të bësh. Në dashuri, letra magjistari tregon fuqinë e komunikimit. Fjalët e tua mund të krijojnë afërsi dhe sjellin ndryshime pozitive në marrëdhënie. Nëse je beqar, karizma jote është e fortë dhe mund të tregësh vëmendjen e dikujt përmes mënyrës së veçantë si shprehesh. Në financa, përdor kreativitetin dhe njohuritë e tua për të gjetur mundësi të reja. Mos prit që gjërat të ndodhin vetë. Kjo letër të kujton se ti ke mjetet për të ndërtuar atë që dëshiron. Mesazhi i letrës magjistari. Fuqia është në duart e tua. Ke talentet, idetë dhe aftësitë e nevojshme për të krijuar ndryshimin që kërkon. Përqendrohu në një qëllim, beso te vetja dhe shfaq botës atë që je i aftë të bësh. Peshqit. Letra e tarotit për sot peshq për këtë të premte, ylli i përmbysur, një letër që tregon një moment reflektimi të brendshëm dhe nevojën për të rikthyer besimin te vetja. Më 24 korik, mund të ndjesh se diçka të ka shqetësuar kohët e fundit ose se emocionet e tua nuk janë aq të qarta sa zakonisht. Ndoshta ke shmangur një çështje që kërkon vëmendjen tënde ose ke preferuar të mos përballesh me atë që ndjen. Kjo letër nuk është një shenjë negative, por një kujtesë që edhe shpirti ka nevojë për kohë dhe kohë për t'u shëruar. Ndonjëherë kur jemi të lodhur ose të zgënjur, largohemi emocionalisht për të mbrojtur veten. Sot është dita për të pranuar ndjenjat e tua dhe për të kuptuar se çfarë të nevojitet vërtet. Në dashuri mund të ketë një distancë emocionale ose një ndjesi pasigurie. Nëse jeni në një lidhje, mos i mbaj shqetësimet brenda vetes. Një bisedë e qetë mund të sjellë afërsi dhe mirëkuptim. Nëse je beqar, mos kërko dashuri vetëm për të mbushur një bollëk emocional. Fillimisht rikthe lidhjen me veten. Në punë dhe financa mund të ndihesh më pak i motivuar ose të dyshosh në aftësitë e tua. Merr kohë për të parë situatën nga të gjitha këndvështrimet dhe mos merr vendime vetëm nga emocionet e momentit. Me mesazhi i letrës ylli i përmbysur, edhe kur drita duket më e zbehtë, ajo nuk është zhdukur. Jepi vetes kohë për të kuptuar ndjenjat e tua, riktheh shpresën dhe beso se çdo periudhë e vështirë është vetëm një hap drejt një versioni më të fortë të vetes. Ky ishte leximi i letrave tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e premte 24 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni, na lini komentet tuaja dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.